Në bajpasin e Shkodrës po vjen puna për ndërtimin e terreneve sportive që do të shërbejnë si hapësira të reja për aktivitete fizike dhe rekreative për banorët e zonës. Aktualisht është duke u punuar për sistemimin e ujrave të qytetit që shkarkohen në lumin Buna, si dhe është realizuar deri tani ndërtimi i shkallareve që do të vihen në shërbim të terreneve sportive. Projekti parashikon ndërtimin e fushave shumë funksionale për futboll, basketboll dhe volejboll, si dhe sistemimin e hapësirave përreth për një ambient sa më modern dhe të përshtatshëm për komunitetin. Punimet po ecin me ritme të mira dhe pritet që pas përfundimit zona të marrë një pamje të re, duke u kthyer në një pikë të rëndësishme sportive dhe sociale për qytetarët e Shkodrës. Bajpasi i Shkodrës po kthehet gjithnjë më shumë në një hapësirë të frekuentuar jo vetëm për qarkullimin e automjeteve, por edhe për ecje dhe aktivitete fizike. Shumë qytetarë shfrytëzojnë këtë zonë për shëtitje, vrapim apo ciklizëm, ndërsa punimet që po zhvillohen për ndërtimin e terreneve sportive pritet ta kthejnë atë në një qendër të re rekreative të qytetit. Krijimi i këtyre hapësirave pritet të rrisë ndjeshëm cilësinë e jetës për banorët dhe të ofrojë mundësi të reja për sport, argëtim në natyrë.